Kush është Murgesha që theu protokollin për t'i dhënë lam të mirën Papa Franceskut, një Murgesh 81 vjeçare, shoqe e ngushtë e Papa Franceskut për më shumë se 4 dekada, emocionoi publikun me praninë e saj në bazilikën e Shën Pjetrit kur u lejua ta nënshkalonte protokollin dhe t'i afroi arkivolit papës. Murgesha franceze mbriti në vendin e ceremonisë për t'u lutur e shoqëruar nga një zyrtar i Vatikanit. Sipas Daily Mail, miqësia e saj me Papa Franceskun filloi kur ai ishte ende kryepeskopi i Buenos Airesit me emrin Jorge Mario Bergoglio. Përkushtimi i tyre i përbashkët ndaj të përjashtuarve nga shoqëria i bashkoi ata. Murgesha i kushtoi më shumë se 56 vjet mbështetje së grave të marginalizuara, kryesisht transgjinore në Ostia, Rom. Në videon e postuar, Murgesha duket se i afrohet zonës së ndaluar përpara arkivolit e shoqëruar nga një zyrtar i Vatikanit, pavarësisht anashkalimit protokollit të re, pasi vetëm kardinalët, peshkopët dhe priftrinjt lejohen të afrohen në këtë zonë veçantë, askush nuk ndërhyri. Përkundrazi, ajo u lejua, i thot lam të mirë me qetësi, e veshur me një shami blu, Murgesha, të cilën Papa e quajti fëmia i tmerrshëm, qëndroi në heshtje pranë arkivolit dhe shpërtheu në lot, duke mbetur pa lëvizur për një moment. Në Korik, Papa e kishte vizituar personalisht Murgeshën në Ostia për të nderuar publikisht punën e saj humanitare. Takimi u zhvillua në një qendër ekspozite, ku Papa shprehu respektin e tij për gruan që kushtoi jetën e saj mbrojtjes së të dobtëve.